Prej 4 vite, shtetësja Emanuela Seferi, që jeton në hyrje të Unazës perëndimore në zonën Xhabie të qytetit të Shkodrës, jeton në kushte tepër të vështira ekonomike dhe me pamundësim për të operuar djalin e saj 4 vjeçar. Sipas mjekëve, i mituri duhet operuar në hund për të bërë zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. 50.000 lekë të reja që kushton operacioni e kanë penguar këtë familje që 4 vjeçari të kurohet. Pa punësi, e divorcuar, jetoj vetëm me babën. Unë jetoj vetëm me ndihmë ekonomike, pa punë, unë babi ku dalin punën. Djalin smur, 4 vjeç. Shumë shpesh e çoj në spital e kuroj. Dhe nuk kam mundësi për ilaçe. Përtej vështirësive ekonomike, thirrja e kësaj nëne të re është një ndihmë për të operuar të birin. Unë çova këtu në Shkodër, i banin kontroll, do tha se zballa do bëhet apërim të çuni. I thash në sa shkon 500.000 lekë. Thash unë jam i divorcuar. Mund të çoni tha në Tiranë, se këtu s'ka mundësi tha, për mjetë tha. Për bë apërim, unë e lash, s'kisha mundësi. Thirrja ime është që sa të ketë mundësi me një ndihmë për pak sa do mundësi edhe për çunin.